Yesterday I met the representatives of your government and parliament. Albania is really doing an excellent job. So there is a lot to do, a lot of reforms. But if everything goes in the right way, and I'm sure it will, we could finish negotiations at the end of 27. Në fakt unë dje pata mundësinë dhe kënaqësinë që të takohesha me aktorë të ndryshëm, sigurisht me qeverinë, por edhe me aktorë të tjerë të shoqërisë, dhe mund të them që Shqipëria ka ecur në mënyrë të mrekullueshme. Natyrisht që ka ende shumë punë për të bërë, ka reforma të tjera për të bërë, por në rast se i gjithë ritmi është ai që ka qenë deri tani, atëherë patjetër që do të përfundohet gjithçka në 2027 në mënyrë që të ecë përpara sa më shpejt që të jetë e mundur. Thank you very much. So I think And a message and congratulations for the Albanian people, perhaps? Yes, it's many things I can congratulate to Albanian people, but first is we are really waiting for you to join the European Union. The European Union is your home. You have to do your homework now, but then I hope soon European Union will have 28 or 27 members also because of Albania. Në fakt dëshiroj të përgëzoj të gjithë qytetarët shqiptar për gjithçka që kanë arritur. Natyrisht që ka shumë e shumë gjëra për të cilat mund t'i përgëzoj, por duke vijuar me këtë ritëm pune dhe me të gjitha ato pasione dhe këmbgulje që po bëhet, besoj që së shpejti, sepse natyrisht ka shumë detyra shtëpie për të bërë, po Bashkimi Evropian mos jetë një bashkim me 27 shtete anëtare, por me 28 kur Shqipëria të bëhet shtet anëtare. Thank you. And I've heard that those bracelets are bringing luck. So I have two. One is for Albania and one is for Europe. Dhe më thanë që këto sjellin fat, prandaj vura dy, vura një për Shqipërinë dhe një për Bashkimin Evropian që t'jenë fatësjellse.